në emër të punktës shtatë të planifikim. I akuzuari Zoran Bekutic, në shtetësinë e shkresat e lëndës, është fajtor për shkak se gjatë kohës së luftës në Kosovë, konkretisht me datë 18/4/1999, rreth orës 15, në rrugën e Sipicës Stalin Musa, në afërsitë të varrezave të qytetit, i pandejve i lartësisur në bashkëhyrje me NN persona, në cilësinë e rezervistit të policisë serbe, të veshur me uniforma të policisë serbe dhe të Amagusit, duke vepruar kundër shkencëtarëve të drejtave të kombëtarëve në fuqitë të luftës së Kosovë, e kanë varë djaloshin e nacionalitetit shqiptar, moshës 15 vjeçare në automatike, në atë mënyrë që tani viktima së bashku me djalënarës së tij ishin marrë biçikletën e fqirë të tyre dhe kishin ndarë në lagjen afër varrezave të qytetit të Rushfes, duke lëvizur në drejtim të varrezave të qytetit, me të arritur tek grupa Bajrami Sari, kishin dëgjuar disa pisma, armësh, dhe nga Afrika ndrojnë rrugë dhe nisën në drejtim të rrugës Elmer Luksa. Efektivisht në rrugën kryesore, në drejtim të varrezave të qytetit, i shohim 3 policë të uniformuar dhe të armëktuesur. E në momenti kur dyshumet e lartësisë fillojnë të kthehen në biçikletë për të ikur, njëri nga policët e uniformuar, tani i akuzuar Zoran Bekutic, pa paralajmëre, nga lartësia prafërsisht me ngrirjen deri në 14 metra, gjuan në armëqarën drejtim të fryve, duke qelluar në gjarë fëmijën i cili rrëdef një herë. Dhe ta fëmijë tjetër arrit të shpëtojë të shpënojë më orë, duke u fshehur afër murit të një dyqani i cili ndodhej aty afër. Me këtë, ka kryer vepra penale krimi i luftës kundër popullsisë civile, në kundërshtim me nitin 142 e lidhur me nitin 22 të ligjit të shërbimit së tradive të penale të Jugosllavisë. Andaj, gjykata, u bazuar në dhënien e LPJ-s dhe të kodit të procedurës penale të njëjtin e gjykatë. Dënimi përket të zgjatë prej 15 vjet, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditësh nga dita e përshtatshmërisë së këtij gjykimi. Sa i përket pikave, faktikisht 3 pika tjera ata akuzës, respektivisht sipas kualifikimit nga prokurori për në pika B, C, D, E, F. Gjykata për këtë atë ka gjetur prova, prandaj edhe për këtë pika është heruar nga akuza.